Çlirimi i Mekës. Çlirimi i Mekës është një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Islamit, natyrisht së bashku me betejën e Bedrit, Uhudit edhe Hendekut. Muslimanët realizuan premtimin e Allahut të lartësuar për çlirimin e Mekës. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi kaloi në Medinë për shkak të atyre rrethanave shoqërore historike të cilët i dimi të gjithë pse migrojnë në Medinë, gjithmonë ishte i rënduar në aspektin emocional edhe në aspektin psikik, pse Mekja meti në një situatë të tillë çfarë ishte, domethënë nën illujtarin. Dhe ai gjithnjë e kishte në fokus të memorjes së tij çlirimin e Mekës. Dhe Allahu i lartësuar, sikur ja bëri me dije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmes kaptinës El Feth, në të cilët pak a shumë sinjalizohet dhe paralajmërohet çlirimi i Mekës. Dhe se kjo kaptin në mënyrë të tërthërazi me ajete të caktuara e informoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se premtimi i kërkuar nga pejgamberi alayhis salam, nga ana e Allahut të lartësuar për të kthyer në Mekë do të realizohet. Dhe kjo ndodhi dhe u realizua. Janë gjëra të rëndësishme të cilët i ka ndodhur pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe muslimanëve në momentin kur janë futur në Mekë për ta pasruar Ka'ben nga illujtaria dhe nga illujt të cilët më shumë ishin prezent në Mekë. Ajo që duhet të theksohet se ardha futja në Mekë në mënyrë paqësore është dëshmi e një mundi dhe një përpjekje e pejgamberit alayhis salatu wassalam në kontinuitet parafërsisht me shpallje 23 vjeçare që do të çlirohet Mekja. Dhe ajo që është më e rëndësishme se nga ky moment muslimanët pasi çliruan Mekën, jo vetëm gadishullit arabik, por i treguan edhe botës se në skenën historike lindi një forcë re politike, kulturore, ekonomike, e cili tani e të që do të respektohet edhe nga të tjerët. Ajo që mund të themi që është mjaft e rëndësishme, kjo forcë e re dhe kjo paraqitje e re me një fytyrë të re të muslimanëve dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bosht themelor për këtë kishte besimin, tevhidin, monoteizmin në Allahun e lartësuar, i përcjellur nga modeli i ri i mesazhit islam nga detyria hindore e Allahut të lartësuar. Janë disa vlera universale nga të cilat mund të nxjerrin si vlera njerëzore nga çlirimi i Mekës edhe ngjarja e çlirimit të Mekës si një ndodhi e veçantë në biografinë dhe historinë e Islamit. Sot flitet në botën moderne ligji për amnistit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posa u fut në Mekë, gjën e parë që e bëri i fali, i mëshiroj, i amnistoj të gjithë ata të cilët nuk mendonin si ai. Dhe për këtë i tha, kush qëndron në shtëpinë e Abu Sufjanit është i lirë, kush qëndron në shtëpitë e veta është i lirë, dhe kush qëndron në oborrin e Ka'bës është i lirë. Muhamedi alayhis salam është interesant një vlerë tjetër se i amnistoj edhe ata 10 persona për të cilët kishte vendosur që mos t'i falte. Prandaj nëse amnistia është një vlerë moderne, sot
me të cilën krenohet bota, pejgamberi alayhis salam këtë e shpërfaqi si vlerë në shekullin e 7. Një moment tjetër i një vlere universale dhe njerëzore nga çlirimi i Mekës është zhdukja e paragjykimeve racore ose zhdukja e gjithë atyre paragjykimeve në emër të ngjyrës edhe të racës. Na kujtohet rasti kur disa njerëz e paragjykuan për nga ngjyra Bilalin kur hypi nat mbi Kabe dhe tha e thirrë ezanin. Të tjerët i thanë, a ky me ngjyrë do ta thrasë neve në Islam? Pejgamberi Islam e dëgjoi ato, i atërheqë vrejqën dhe e tha fjalën e tij se Arabi ndaj Arabit, i bardhi ndaj të zijut në Islam nuk kanë vlerë, po vlerësohet vetëm devotshmëria. Vlera universale që i takojmë te çlirimi i Mekës. Ka nevojë njerëzimi ta studiojë çlirimin e Mekës si ndodhi, për shkak se në te do të gjeje modele emotive për të cilët sot do të jetonte në paqe, në lumturi dhe në bashkëjetesë mirëkuptim me njëri tjetrin, duke mos e paragjykuar njëri tjetrin. Ky është një nga mesazhet themelore që ka ndërtuar pejgamberi alayhis salam në rastin e çlirimit të Mekës.